baba im ka qenë edhe udhëhec i ansamblit të atëhershëm Çiftilia, edhe motra Merita është këngëtare shumë e talentume, i ndihmojmë njëna tjetrës shumë, bashkëpunoj shumë me motrën. Shpesh edhe nëpër albume jeni bashkë? Po. E nëpër mbrëmje sa ju thirrën bashkë me qenë? Po na mujmë edhe pa njëna tjetrën me këndu, se të dyja të këndojmë bukur, kështu që nuk e kemi problem. Kur jam me motrën është shumë a mirë, disponimi është shumë a i mirë, po ndodhë që jam edhe pa motrën në përmramje, edhe ajo pa mu, kështu që po nuk prish po, diçka. Mirë, a mund të themi që pak kohëve të fundit ju ke largu festivaleve? Po me thonë drejtën Kosovë, festivalet muzikës popullore ka shumë pak. Po. Unë ka marrë pjesë për para në shumë festivale, jam shpërbly. Në festivale? Vitin 87, ka marrë mikrofonin e artë, jam shpallë këngëtarja ma e mirë, festivalin Kosovare e këndon. Po ashtu edhe në vitin 2004, më zgabofsha, me një komponim të kompozitorit Sami Piraj, jam shpërbly prap me mikrofonin e artë, ka marrë pjesë festivale, po kohëve të fundit e ne shumë pak po marrën festivalit muzikës popullore. Mirë, a kështu me kalu tek një këngë tjetër?